Se unë kam përshtypjen që ti do të shikoj dhe në muzikë, në si këngëtar. Parodit ka nesër shumë mirë, a? Ka nesër. Unë shikoj kështu reelsa pafund. Dhe dikush është e bukur me soundet përdora pafund. Që unë e kisha me shumë qejf të bënim këngë gjysha. Dëgjoj çfarë do bësh, dëgjoj çfarë do bësh, dëgjoj. Na i shkum dhe tavolinën më, shkum. Të marrësh telefon, Jarën Këzerkën, do ta marrësh telefon, ti thua që kam përgatitur një tekst muzikor, po është nuk di çfarë do të them bombë atomike. Edhe kam dëshirë të ta prezantoj, do t'i thuash ti. Edhe do ose nëse keni një projekt tuaj ose keni diçka që e keni lënë në tentativë. Si aktor që je, mund mendosh ndonjë skenim tjetër, çfarë mund t'i bëjmë? Shiko. Çfarë mund të bëjmë? Do ta tregoj për një kohë po të mirë, kupton trondite pak shpirtërisht. Çfarë mund të bëjmë ne me Young Zerka? Si në Tiranë, ose në Tiranë. Për çfarën tjetër? Në Tiranë është në Tiranë. Prit tani. Çfarë mund t'i bëjmë? Në orën 7 ai e kishim lënë të vinim palestër. Nëse shkojmë të dy në palestër. Po, do të healthy patjetër. Do të jem healthy. Po çfarë mund t'i bëj Zerkës unë tani? Prit tani. Do besojmë shumë te profesionalizmi i aktorit. Çfarë mund t'i bëjmë? Një tekst. Një debutim. Këtu jemi fik në shtega. Një dalje kështu për shembull në këto klubet e natës, edhe dini ju, atë po dini që këndoni të bëjnë ndonjë performancë. Prit sa erdhi, prit. Young Zerka po na kërkoj në. Ki digisto? A mo lala çfarë po bën? Unë çfarë në shtëpi, çfarë po bën ti? Hiç mirë ka edhe. Ja dhe unë vërdall. Ore vlla, më kërkovi njëri për koncert në Kuçovë. Në Kuçovë? Ura? Po nga e shtuna e djela. E kishte kështu. Po këtë të shtuna, kishte kështu si private party ai. Sa unë lali. Po mirë këtë ja shty për javës tjetër unë. Po shtyja javës tjetër po. Po mirë ai tha dhe po ashtu tha të na bëni edhe ndonjë gjë tjetër me Zerkën, tha ndonjë këngë po mundu ta. Po më bëjmë? Ha? Si do i këngë? Çfarë këngë të bëjmë? Nga këto kështu preferenca u vazhdi. Jo, kështu nga këto tipit përshëndesim filanin. Do me thënë donte që të shtonim edhe një këngë tjetër neve. Si të shtonim neve? Do me thënë përveç asaj që kemi bërë në Portokalli në fillim, e ke parasysh atë një bjonde një brune, të bëjmë edhe një këngë tjetër në këto ujra, e ke parasysh? Tip parodie me mua dhe Eugene-in. Si ta vëmë në atë? Po ku di unë jam diskutojme, flasim. Se edhe paguan të goxha mirë, se është nga këta shokët e mi, e ke parasysh. Po mos është puna atje, po çfarë do bëjmë? Ku di unë, mendoj ndonjë gjë, nuk e di. Sa do këndojmë aty? Po sa do këndojmë avazin, si gjithmonë. Avazin, si gjithmonë. Me program, si gjithmonë. Po ja pyetje, thuaj. Okej, vaj të marr prap telefon. Do vish stërvitje sot? Jo, se jam në një vend vlla atë. Okej. Ciao. Okej. Ai e mori çik të mirëqen. E mori të mirëqen. Po sigurisht. Jo, ai e besoi, jo e mori për mirëqen, ai e besoi. Madje kjo bisedë tani do vazhdoj, do vijoj. Patjetër. Po koncert në Kuçovë domethënë. Tani vetëm po u mendua mirë, ç'është ky koncert në Kuçovë që jep 2 vite. Tek lekët e mendoj pak aty. U dyzua pak aty. Shoqëri keni, goxha vite edhe me Young Zerka. Shumë vite. Se nga Korça dhe ai. Edhe Zerka ka qenë një suport i madh për mua, kam pasur kështu vëlla të madh në shumë momente edhe më ka treguar shumë gjëra se si duhet të eci unë. Ja kam marrë për bazë, apo jo, është tjetër gjë, po e kam pasur gjithmonë suport. Dhe është njeriu që më shtyn gjithmonë në rrugë të drejtë, të tipit jeto healthy, stërvitu, e më thet thash. Bravo. Më thash dëgjova që ishte në Athinë. Jo, do ik në Athinë, nuk këtu në Tiranë. Artistët kështu janë, jo gjithkohës televizje apo. Këtu jeton ai, përgjithsisht po kush e di për çfarë ikën në Athinë për hallet e veta. Për artistët e rinj çfarë do doje të faj? Jemi në mbyllje, kemi pak minutash na ka ngelur. Për artistët e rinj, unë ka vdes për një këngë të Getinjos. Dhe ai thot shtrëngoj duart, ndiqe pasionin deri ditën kur të shihesh me Zotin. Dhe unë vdes për këtë shprehje dhe e kam pasur kështu si shtys gjithë jetën. E ka pjesë të refrenit të këngës vet ai? Getinjo me një gocë. Prit.
Është shumë e bukur si Si e këngë. ka se do ta dëgjoj edhe unë? Geti. Janë nga tekste cilat Jo, me kë? janë frymëzuese, Nita, motivuese. Getinjo dhe Nita, Nita. Njeri quhet kënga. Njeri pa. Kjo është para fondit me Eglin. Kënga me Si Eglin. lindi bashkëpunimi për ta vash lutem tani se. Po, ndalemi pak. Ke bërë çdo bashkëpunime kështu. Po çfarë thua? Ne jemi full me bashkëpunime. Bom fare. Me Eglin e kemi shumë shoqe, unë kam shumë shoqe. Po Eglin që s'e kena nga është në origjinë, se mos u thaj që doli nga Korça dhe. Po Gradeci. Nga Juglindja, më andej. Vërtet ja se... Të jemën e ka nga po Gradeci, po. Gjithë Korçarët. Është Juglindja. Jemi të lindur në për art, more. Dhe i kishim thënë Eglit që shiko duam të bëjmë një këngë me ty dhe Egli ishte shumë e gatshme, vendosëm që të ishim natën e vitit 3 ta nxirnim këngën në Portokalli dhe kështu lindi si gjë. Parpret publiku nga Kedi, në Portokalli patjetër. Në Portokalli Tyson dhe Gjyshja dihet që do jetë këtë sezon. Mbase Endri me Stefin edhe Vaskë Tutka që kemi nxjerr për vitin e ri, ndoshta do të jetë se doli shumë i bukur si numër. Edhe të shohim këto aspektet politike që unë mbaroj të bëjmë edhe çik humor politik, kështu që përveç Ramës imitoj edhe Sali Anjin me qira fjala. Po sepse i vi pak Urdhëroj nderuar. I vi pak në fytyr, kështu që inshallah Sali Anji bëhet kryeministër dhe unë të vazhdoj ta imitoj. Dy kryeministra, dole. Çka ke imituar në jetë kryeministra? Nuk e di. Pa më fletë si kur. Më vim pak në pozicionin e Salianjit, në rol, në gjëndje. Më zure ngusht këtu. Vetë isha përgatitur për të pjesë. Çfarë konkretisht ke spikatur një karakter, një... Kështu fizikisht, realisht këtë... Një gest, Po. E vetmja gjë që i kam kapur... Body language është që Salianji është, për mendimin tim nga që është djalë shumë i mirë, nga Korça. Korçaj, more. Po si kam në kër... Po, edhe mua më pëlqen qëndrimi i Salianjit. Nisa Mirmane është nga Korça, që ta dini. Ka shumë nga Korça, të Po beton. flasim për koka, a? Jemi një tuf, të beton një tuf. Ja dhe ti po të pyesësh në shtëpi do të dal njëre nga Korça. Jemi papu. Unë vdes për Salianjin për momentin e qëndrimit. Qëndrimi i tij është syt drejt dhe ka mban kokën pak nga e djathta. Dhe normalisht kur flet gjithmonë me gestikulacion duash. Dhe her pas here i del Korçar që janë në lojë, sa i ka shumë të pastër, po është Si qëtë kollaj, mo, ja. është një gjë që Është, po, vi dalin ca detaj. Duhet kemë një tekst tani se nuk më vjen. Po, e kuptova, e bëre lidhjen, e kuptova dhe të krijove si personazh. Okej, mirë, shpresoj që të realizohet tëndra jote që ti... Po, do ta realizoj Ti patjetër. realizohet ndra atit në realizohet në. Ore, se shiko, është paralelisht, ajo është zinxhir e lidhjes, Po, që po. të realizohet aty dhe... Prandaj thash unë inshallah. Inshallah, patjetër. Po, mirë, mos e Jemi në mbyllje, si do ta mbyllim? Ha, do ta mbyllim Po, me... qa të mbyllim, ne kemi mbyllim Po, 100 s'mund vete, të s'ma mbyllim do, u kënaqem. Qa do tjetër të theme nga dy gjëra. Qa të ngelin ndonjë gjë pa thënë? Qa do doje ti thoje për shkak? Përshëndes mamin, babin, gjithë ata që më dua dhe i dua. I përshëndet gjithë, po. Më të japësh një mesazh mamin. Çfarë mesazhi ke për mamin? Për shembull, gjithë këto vite sakrifici. Marrëdhënie ngushtë, e ne çunave me nënat, kështu që motivim, Kjo është e bukur. optimizëm që të ka dhënë shtys. Wow. shiko, jo, do ta lëm kështu, nuk kemi ne, je vetëm ti dhe kamera aty, kështu që kjo është i Shiko. gjithë momenti dedikuar për nënën tënde. Mendoj që ti ke Për mamin. pasqyrë, e ke si shembull tyre, ke si këty unë. Nuk kemi ne këtu tani. Unë jam fëmia që në shumë momente të kam nxirr jetën. Në shumë momente ti më ke falur jetë edhe të dua pafund. Fjalë zemre, shumë bukura. Tani përveç se na bëre për qeshur, kështu do na bësh për çaj, more. Një aktor i ndodh kjo. Tip emocional jam kështu nga Kam një natyra. pyetje kush e gjen, kam një pyetje të fundi. Moj tash. Krici, Me telepati, çfarë mendimi ke më? Nëse ti ke një pyetje, nëse ti mendon se çfarë jam unë duke menduar, mos guxo ta thuash. Kam një pyetje të Shkrepe. fundit fare. Çfarë mendon ti se unë jam duke menduar? Çfarë mendon ti se unë do të bëj ty si pyetje?
Po nga ta të shie falla i tani. Kalme të shikojmë dhe njën. Te një filxhanin të nga atje. Ua, sa e vështirë ishte kjo si pyetje. Tash unë mendoj që ti po mendon si pyetje, të më pyesësh mua me një pyetje, nga e cila... Me një pikë pyetje, brenda. Sa pyetje the. Sa ka qesh? Ama thuaj çfarë pyetje po mendon ti që të përgjigjem unë pyetjes tënde. Për të gjitha vajzat ore, për ato që po të shikojnë, po të ndjekin, po të vëzhgojnë e të kam vëzhguar, je single apo je? Çrëndësika. Da, thua. Çrëndësika. Zna thosha se një nga këto gjëra atroz? Shiko, Apo hermetik nga jeta private. po pra pa filtra, shiko nga jeta, nga kjo pjesë e jetës nuk jap shumë detaje, e mbaj shumë të fshehtë. Bën mirë. Nuk më pëlqen. Bën mirë po. As të njihem nga gruaja, as gruaja të njihet nga unë, as e dashura, as... Bën shumë mirë dhe strategji e mirë se tu humbet Po, kurioziteti mirë, si artist pastaj. po, po, Pavarësisht se po, mua do po, më interesonte që gazetarët në e showbiz do vlla me këto bëjmë lajm, çu do hambukne, çu e merr vesh. unë në disa raste dua të jem me këmbë në tokë dhe ditë them Dhe vetë që patriotin mos ma intimido. Ore bën mirë, bën mirë. Së mbet kurioziteti pastaj. Ne do e donim këtë, por Ke të lumtur, e ke të gëzueshme, e ke Po jam super mirë. ajo pyetja ai i lumtur, je i lumtur? Lumturia është disa pika në jetë, po unë besoj se jam i lumtur. Kam çdo gjë që dua edhe dua çdo gjë që kam, kështu që Shumë e bukur. super. jam në Kështu rregull. do ta mbyllim se s'ka se si e mbyllim më bukur. Folëm qeshëm, kërkuam kërcyemi, bëm gjitha miq. Kështu që faleminderit shumë ke ide Faleminderit edhe edhe ju, jam e di kënaqur që shumë. karriera jote është në ngjitje edhe të uroj vetëm suksese. Shumë faleminderit edhe ju, sa më shumë suksese. Faleminderit. Kështu të mbyllim miq edhe puntatën për ditën e sotme, do lëmë ritakim si gjithmonë puntatën tjetër me një tjetër të ftuar. Mirupafshim. Mirupafshim.